Martin Camaj në emergim të lloj aktiviteti realizuar në vend dëshmisë së kujtesës në Shkodër. Ky aktivitet organizohej me rastin e 100 vjetorit të linjës së Martin Camajt, një ndër figurat emblematike të Shqipërisë që u arratis për të shpëtuar përndjekës komuniste. Përgjithësi muzeut Pierin Mirdita tha se Camaj punoi gjithmonë për çështjen shqiptare në botimet e tij dhe nuk shkëputi asnjëherë rrënjët e tij me vendlindjen. Bëhet fjalë për një ekspozitë e cila zhvillohet në këtë vit jubilar, që është 100 vjetori i linjës së albanologut, poetit, shkrimtarit Martin Camaj, dhe në këtë vend kjo ekspozitë merr kuptim sepse pikërisht ne e dimë që Martin Camaj ishte një kundërshtar i regjimit komunist të asaj kohe dhe pikërisht për këtë arsye ajo arratis në vitin 1948 nga Shqipëria bashkë me një nga franceskanët e mëdhenj, Daniel Gjeshaj dhe 36 persona të tjerë. Dhe në gjithë mërgimin e tij pra politik larg Shqipërisë, ai nuk ka rreshtur asnjëherë së punuari për vendlinjen e tij, pra duke e vendosur Shqipërinë, çështjen shqiptare gjithmonë në qendër të gjithë botimeve të tija. Nëpërmjet këtyre veprave që ne kemi shfaqur në ekspozitë, do të kemi mundësi të vlerësojmë patjetër dhe marrëdhënie ngushtë që ai kishte me disa nga figurat më të shuara të Shqipërisë asaj periudhe, kryesisht bëj fjalë për patjetër për ato që jetonin pra në Mërgim, sepse Martin Camaj nuk ishte i vetmi që jetonte në Mërgim, dhe të shohim për shembull marrëdhënien personale që ai kishte me Ernest Koliçin. Një marrëdhënie e mirëfillt jo vetëm miqësie, por shkencore, studimore, një marrëdhënie e cila u konsolidua, le të themi, në vite dhe që Shqipërisë i la shumë. Ai asnjëherë nuk i ka shkputur, mund të themi, rrënjët e tija, pra në malet vendlinjen e tij, kryesisht që thotë ai, në malet e thella të Dugazhinit, dhe në një ndër veprat e tij trajton edhe me një përshkrim fizik, duhet thënë, vendlinjen e tij, e cila ishte një ndër zonat më të thyer aty ku edhe kali mund thyej këmbën, thotë në një farë mënyrë. Monika Genesin, pedagoge në Universitetin e Salendos në Itali, e ka njohur Martin Camajin, ajo tregon se Camajt i mungonte vendlinja e tij malësia e madhe. Profesori kishte shumë eksperiencë edhe në Itali, sepse kishte studiuar në Universitetin e Romës edhe mund të flasë shumë mirë italishte, kishte edhe bërë kërkime shkencore në komunitetet arbresh të Italisë, fliste shqip, patjetër shqip gëgnisht, për malësinë e madhe. Për malësinë e madhe për Shkodrën edhe, sepse për ai Shqipëria e Veriut kishte një significato, diçka shumë speciale. E mungonte atmosfera dhe burrat e personat, po. Gjatë aktivitetit u ekspozuan botime shkencore dhe letrare të Martin Camaj gjatë periudhës së emigrimit politik larg Shqipërisë, si edhe botimet e realizuar nga Camaj gjatë viteve të qëndrimit të tij në Prishtinë, Rom dhe Myni, si autor i letërsisë shqipe dhe si studiues i albanologjisë në fusha si gjuhësia, filologjia dhe studimet arbëreshe.